dalja e një kafshë nga toka, e cila do t'ju flas njerëzve. Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famlar thot: "Wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Tha dhe kur bëhet fjalë për ta, domethënë kur vi koha e ndëshkimit, ne do të nxjerrim atyre një shtazë nga toka, e cila do t'ju flas atyre se njerëzit nuk janë duke ju bindur ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti, kjo shtazë do dalë në fund të kohës kur njerëzit do t'jenë larg të vërtetës. Dhe ajo do të flas me ta dhe do t'i ndaj besimtarët nga pabesimtarët. Imam Kurtubi thot se kjo është prej shenjave, pra që është shenje pakthyeshme. Dhe kur pendimi nuk do të pranohet me, sepse do t'jetë afër lindjes së diellit nga perëndimi. Taberiu thekson se kuptimi i të folurit, pra të shtazës është real, do të komunikojë me njerëzit në mënyrë të qartë. Kurse nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu tek Sahihu Muslimit nga Hudhaifa ibn Asid, ku thot: "Innaha lan taquma hatta tarawna qabla 10 ayat wa ad-daba." Domethënë, nuk do të ndodhë kiameti pa ardhur 10 shenja, siç e cekëm hadithin e fillim, dhe prej tyre përmendje edhe shtazën që do dalë nga toka. Gjithashtu ka në Sunenin e Tirmidhiut, takhruju daba, do dalë kjo shtazë, tha, dhe do t'i vulos njerëzit në hundët e tyre. Disa hadithe tregojnë për sa ajo do t'i dallojë besimtarët nga pabesimtarët, fytyra e besimtarit do të ndriçojë, ndërsa fytyra e pabesimtarit do të jetë e nxjerrë. Ajo çka është e rëndësishme të ceket gjithashtu të nura vëllezër dhe motra, se ku do dalë kjo shtazë. Dietarët kanë mendime të ndryshme. Prej mendimeve është si Ibn Abbasit se do dalë nga Mekka, respektivisht nga afër Safas dhe Marwas, pra në Haram. Hasan el-Basriu thot do dalë nga tokat e shkretirës në përgjithësi. Imam Kurtubiu thot se vendi daljes nuk është i prerë, por mendimi më i saktë është se do të dalë nga Mekkeja e bekuar. Si do t'jetë shtaza? Në disa transmetime ka ardhur se ajo do t'jetë një krijesë e madhe gjigante. Do t'jetë me një pamje të tmerrshme, të frikshme, me të cilën do të friksohen të gjithë njerëzit. Dhe do të bardh me vetë shenjën e Musait dhe shenjën e Sulejmanit alayhis salam. Ibn Kathir thotë se nuk është e nevojshme që neve ta imagjinojmë formën apo të friksohemi prej saj, por është e rëndësishme që të tregojmë dhe të flasim për funksionin e saj që do ta ketë në mesin e njerëzve.